Raporti I fundit I kontrollit lartë shtetit për barnat antitumorale shpalos situatën dramatike ku ndodhet sot shëndetësia në Shqipëri, në veçanti shërbimi onkologjik I qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Një shqiptar I diagnostikuar me sëmundje tumorale duhet të përballet jo vetëm me neglizhencë të institucioneve për terapinë, por mbi të gjitha me pasigurinë për barnat. Raporti paraqet situatën reale që qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë prej vitesh mbulojnë me propagandë boshe apo fasad godinash. 46% ose 116 barna antitumorale të autorizuara dhe jetike për jetën e qytetarëve nuk janë importuar asnjëherë në periudhën e auditimit 2021-2025, kur Ministria drejtohej nga Rogerta Manastilliu. Dëshmia e para pak javëve e zonjës Hava Tafa për mungesë të trajtimit terapeutik me imunoterapi pembrolizumab konfirmohet nga raporti I KLSH-s. Pyetja shtrohet: ku shkojnë parat nga taksat e shqiptarëve që I akordohen çdo vit sektorit të shëndetësisë? Mbi 50 milion euro në vit marrin vetëm PPP-t në shëndetësi, 2 prej të cilëve janë nën hetim nga SPAK. Siç u provua nga Komisioni Hetimor Parlamentar, të gjitha të lidhura me procedura prokurimi korruptive. Vetëm për vitin aktual është shtuar me 2.5 milion euro fondi për këto koncesione. Fondi për 4 koncesione korruptive në shëndetësi është sa 2 fishi I të gjithë shpenzimeve për investime që Ministria disburson çdo vit. Por ky nuk është I vetmi absurd. Fondi për barna e pajisje mjekësore të Spitalit Onkologjik për gjatë një viti është plot 13 herë më pak se sa fondi për koncesionet në sektorin e shëndetësisë. Madje, gjatë 3 viteve të fundit, ky fond ka ardhur duke ulur në gati gjysmë milioni euro, sipas një raporti të mëparshëm nga KLSH. Kjo situatë ka përgjegjës të drejtë për drejtë. Prandaj ne inkurajojmë organet e drejtësisë të nisin pa humbur kohë një hetim gjithëpërfshirës.